Mirëmëngjesi. Në radhë të parë, do doja, me qenë se është edhe 8 marsi, të uroja gjithë secilën prej zonjave që janë këtu në këtë sallë. E di që është një ditë e ngarkuar sot, keni lënë edhe angazhime me familjet tuaja, sepse shpesh herë data 8 mars konsiderohet si dita e grave, pra grave ju lejohet në një farë mënyre që të dalin, të argëtohen. Në fakt, neve menduam edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, të cilin e falenderoj pa mas që sot gjeti kohë për të bashkuar me ne në këtë aktivitet, menduam që të flasim pak për situatën e grave dhe vajzave në Shqipëri. Të flasim për situatën e rënduar dhe sidomos në këtë 10 vjeçarin apo 12 vjeçarin e fundit në keqeverisjen e Edi Ramës, të cilën unë mund ta konsideroj gruan si viktima më e madhe e kësaj qeverisjeje. Dhe menduam gjithashtu që të shpallim disa prej shtyllave kryesore të programit të Partisë Demokratike për fuqizimin e grave dhe vajzave. Është takimi i parë i këtij niveli, pra ku edhe kryetari i Partisë Demokratike merr pjesë. Kemi bërë një sër takimesh me Lidhjen Demokratike të Gruas, me ekspertë, me shoqëri civile, në Shkodër, në Lezhë, në Elbasan, në Vlorë, pra në rajone të ndryshme të vendit ku kemi marrë edhe mendime, dhe sot kemi ftuar edhe përfaqësuese të gjitha departamenteve të Partisë Demokratike për të na dhënë mendimet, sugjerimet, propozimet e tyre, të cilat neve jemi të gatshëm që t'i përfshim në programin për fuqizimin e gruas të Partisë Demokratike. Unë do doja që të falenderoja edhe panelin e nderuar. E nis me zonjën e nderuar që ka ardhur sot nga Kosova, një grua e guximshme, e pa kompromis, një deputete e shkëlqyer, aktive, një ndër më aktivet, mund them që nga lufta e Kosovës dhe deri më sot, dhe them e pa kompromis, sepse nuk bën kompromise në kurriz të interesave të qytetarëve të Kosovës dhe sigurisht edhe të grave shqiptare në Kosovë, por jo vetëm. Zonjën Melihat Tëmkolli, e cila ka dhe të cilës dua t'i uroj dhe ditëlindjen sot, gëzuar ditëlindjen. Dua të falenderoj zonjën Jozefina Topalli, ish kryetare e Kuvendit, falenderit Jozefin. Zana Guxholli, që është një ndër të vetmet rektore, pra është një ndër zonjat e suksesshme në pjesën e akademisë, por po aq e suksesshme edhe si ekonomiste, pra edhe në profesionin e saj. E nis me Mirela Tabakun, e njihni mjeke e shkëlqyer. Në fakt, pak veta e din që Mirela ka kryer edhe një prej studimeve që ka të bëjë me gjenetikën Mirela, apo jo? Në fakt, ajo sot nuk do na flasi për studimin e saj, pasi unë do ta ftoj në një aktivitet tjetër, po është një ndër gratë e vetme, jo në Shqipëri, po edhe në Europë që ka kryer një studim të një nivelit të tillë. Mirel, faleminderit. Bes, falemderit shumë. Rrallë janë burrat që i bashkohen takimeve kur janë gra, apo flitet për gra, shpesher ka qenë, do vide të juve, shpesher ka qenë i vetëm doktori që ka ardhur në takime me gratë dhe vajza, apo kur flitet për programe, strategji apo çështje të grave. Sot falenderoj dhe gjithë burrat të cilët na janë bashkangjitur
Pra, unë gjithmonë kam pasur idenë që është e rëndësishme të flasim për çështjet e grave, është e rëndësishme që të flasim për shqetësimet, problematikat e tyre, apo si do zgjidhen ato, po shpesh herë përfundojmë që të flasim me njëra tjetrën pa përfshirjen e burrave, meqense burrat zën pjesën më të madhe të vendimarrjes. Pra, ky është një fillim i mbar, nuk kemi vetëm doktorin burr sot, po kemi edhe kryetarin e forumit rinor. Dhe është një premtim që edhe vajzat, ashtu sikurse edhe gratë, po aq fuqishëm do të punojnë për mbështetjen e grave dhe vajzave të tjera dhe për të bërë, pra për të ndihmuar që ta bëjmë Shqipërinë madhështore ashtu sikurse edhe doktori e ka premtuar. E fundit, po jo për nga rëndësia, zëdhënësja e Partisë Demokratike, Florian, faleminderit shumë që ke ardhur. Nuk ka ardhur si zëdhënëse sot, po ka ardhur që të na japi disa prej propozimeve të saj në lidhje me programin e Partisë Demokratike dhe si të përfshijmë më shumë gra dhe vajza. Në këtë sallë është një pjesë e asaj që unë do ta konsideroja si forca e fshehur që ka mbajtur Shqipërinë gjallë në kohrat më të vështira. Ka mbajtur familjen shqiptare të bashkuar. Dhe kjo është gruaja shqiptare. Nëna që sakrifikon gjithçka për fëmijët e saj. Vajza që punon për një të ardhme më të mirë. Sipërmarrësja që sfidon vështirësitë dhe mësuesja që edukon brezat e rinj. Për shumë vite, kryesisht në dekadën e fundit, gratë shqiptare kanë përjetuar një periudhë të vështirë, të braktisura nga qeveria, të diskriminuara, të dhunuara, të larguara, të pushuara, të spionuara, të shantazhuara, të kërcënuara me vendin e punës, me shërbimin shëndetësor, me shërbimet sociale, me ndihmën ekonomike e kështu me radhë. Janë përballur me papunësi të lartë, me paga të padrejta, mungesë mbështetje për familjen, mungesë mundësish për arsimin shëndetësor apo të avancuar. Shpesh janë të detyruara të emigrojnë sepse nuk shohin shpresë. Shpesh janë dhe nëse i referohemi shifrave të fundit, janë 81.000 zonja të cilat kanë kërkuar azil ekonomik. Kjo është një shifër tronditse, pra në dekadën e fundit. Është një shifër tronditse e cila dëshmon që gratë nuk kanë asnjë mundësi në Shqipëri, por azilojnë për të kërkuar një jetë më të mirë. Nëse 81 mishit, neve i shtojmë dhe 245 apo rreth 250.000 zonja, të cilët janë larguar me një leje të caktuar vetëm në vendet e Bashkimit Evropian dhe pa përfshirë pra Amerikën, Kanadan, Australinë apo vendet e tjera. Pra, mund themi që janë 330-350 zonja të larguar, 50.000 të larguara në këtë dekadën e fundit. Mendoni pak që janë 24-25.000 zonja të larguara në mënyrë ilegale. Kush është ajo zonjë, kush është ajo nën, kush është ajo grua që pranon të rrezikojë dhe jetën e saj apo të familjes së saj për të larguar në mënyrë ilegale? Pra, nëse bëjmë një llogaritje të shpejtë nga 1 milion, 1.1 milion që neve e kemi shpallur prej kohësh që kemi publikuar si një shifër tronditse të largimit në mas të shqiptarëve në dekadën e fundit, 35-36% e shqiptarëve që janë larguar, 75% e tyre janë të rinj, por 40-45% e këtij numri pra që kanë zonja, që kanë vajza që janë larguar. Është një shifër që na bën të mendojmë dhe të reflektojmë kush është programi i Partisë Demokratike për t'i rikthyer ato në atë, sepse gratë janë forca lëvizëse, janë forca shtytse. Dhe ne do ta ndryshojmë këtë realitet. Kemi në programin ton gratë si forca e rritjes ekonomike. Do të mbështesim mira biznese të reja të grave çdo ditë me fondat e dedikuara. Apo do t'japim zero interes për kreditë grave sipërmarrëse, do të krijojmë një skemë të re punësimi duke subvencionuar vendet të punës. Do të sigurojmë paga të barabarta për punë të njëjtë. Po ashtu kemi një shtyllë të rëndësishme për mbrojtjen e familjes dhe rindërtimin e Shqipërisë. Do të mbështesim çiftet e reja duke subvencionuar 100% interesat e kredive për krijimin e familjeve të reja, për të blerë shtëpi. Do të rrisim ndihmën për nënat e reja duke garantuar një shumë të caktuar lekësh të paktën për vitet e para të lindjes së fëmijës.
Do të ofrojmë çerdhe dhe kopshte falas duke u dhënë grave mundësinë të punojnë dhe të kenë siguri për fëmijët e tyre. Gjithashtu kemi edhe një shtyllë tjetër, pra, gratë në politikë dhe në vendimarrje. Do të rrisim përfaqësimin e grave në vendimarrje duke vendosur një kuotë minimale. Doktori e ka premtuar 30%, po 30% duke qenë dyshemeja. Do të sigurojmë fonde për gratë dhe vajzat në zgjedhje duke i ndihmuar që të garojnë dhe të fitojnë. Do të promovojmë leadershipin e grave në biznes, akademi, shoqëri civile duke krijuar programe të dedikuara mentorimi dhe trajnimi. Po gjithashtu, fokus i Partisë Demokratike do të jetë arsimi, por arsimi duke u fokusuar edhe në teknologjitë e informacionit, në inteligjencën artificiale, pra për gratë dhe vajzat. Do të ofrojmë bursa të plota për gratë që zgjedhin të studiojnë në STEM, teknologji, inxhinieri e kështu me radhë. Do të rindërtojmë arsimin profesional duke krijuar programe të reja. Do zgjedhim teknologjinë si sektor kyç për punësimin e grave që gjithashtu do të ketë dhe paga më të larta. Gjithashtu do të mendojmë për një grua të shëndetshme dhe të mirëqenë. Do të krijojmë një fond kombëtar për shëndetin e grave duke mbuluar kontrollet vjetore për kancerin e gjirit dhe të qafës së mitrës. Një plan për akses në shëndet edhe në zonat rurale, shërbimi shëndetësor nuk do t'i mungojë asnjë zonjë kudo që ajo jeton. Edukim të detyrueshëm shëndetësor në shkolla. Sot në shkolla nuk ka një lëndë që të mësoj që për mirëqenien apo për shëndetin e grave. Do të kemi rritje të buxhetit për strehat për dhunën në familje. Shumica e zonjave të dhunuara sot nuk kanë ku jetojnë ose detyrohen që ta ndajnë shtëpinë me burrin që e ka dhunuar, apo ka numri i zonjave të cilat janë dhunuar vitet e fundit është katastrofik. Më shumë se 160 zonja janë vrarë për dhunës në familje, 160 jetë. Po 160 jetë zonja, 160 jetë grash, do të thotë që 160 familje minimalisht, 10 fëmijë të lënë jetim prej dhunës ndaj grave, dhunës në familje. Pse? Sepse gruaja është e pambrojtur. Pse? Sepse institucionet apo policia, institucionet ligjvënëse, policia apo qeveria bëhen palë me dhunuesin, nuk mbrojnë gratë. Kjo do të ndryshojë, sepse menjëherë me ardhjen e Partisë Demokratike në qeverisje, ne do ta ringrem pjesën e mbrojtjes së gruas nga dhuna në familje. Do të rivëm në funksion mekanizmi referues të mbrojtjes së grave nga dhuna në familje, i cili është shkatëruar tashmë dhe nuk ekziston. Të dashura zonja, ne nuk mund ta bëjmë Shqipërinë madhështore pa gratë dhe vajzat. Një Shqipëri e fortë është një Shqipëri ku gratë nuk largohen, ku gratë kanë punë, dinjitet dhe siguri. Një Shqipëri e fortë është një Shqipëri ku nënat nuk janë të varfra, ku vajzat nuk braktisin shkollën, dhe asnjë grua nuk vritet nga dora e një dhunuesi, ku vota nuk dhunohet e shantazhohet, rrjedhimisht çdo e drejt tjetër që lind prej saj. Kjo duhet të ndryshojë e ne do ta ndryshojmë të drejtuar nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Dhe kjo nuk është vetëm çështje grave, kjo është çështje kombëtare. Nëse gratë ngrihen, ngrihet familja. Nëse gratë janë të forta, Shqipëria bëhet e fortë. Ne kemi një program të shkëlqyer dhe ne kemi vullnetin për ta implementuar atë. Dhe me ndihmën tuaj, ne gratë do ta bëjmë realitet Shqipërinë madhështore. Atëherë, jo vetëm se ka ditëlindjen, unë do doja që me njëherë t'ja kaloja fjalën Melit. Unë do doja që gjitha zonjave, por edhe zotërinjve që do duan të flasin, të kenë një limit kohor 3-4 minuta, sepse kemi shumë folës sot, edhe nga departamentet, edhe nga zonjat, kështu që do ju lutesha fjalët pak shkurt, sepse di që keni angazhime, data 8 ka dreka dhe doktori ka një aktivitet tjetër. Meli, faleminderit. Nderuar Albana, faleminderit shumë. Një dhuratë e mirë. Kjo për datëlindje sa dëshë. Sa dëshë nuk më pëlqen heshkja do të datëlindjes më thonë drejten, po s'mund të ndryshojmë realitetin. Si do qoftë, shumë nderuar kryetar Berisha, nderuar kryetare Vokshi, Albana,
Josefina, Zana e gjitha gratë nderuar e jo që jeni këtu. Unë duhet ju përcjell sot urimet edhe përshëndetjet të Kosovës për kryetarin Sali Berisha, për Partinë Demokratike edhe për krejt Shqipërinë. Natyrisht që historia e grave të Kosovës nuk mund të thuhet me fjalë të tjera përveç se një histori e luftës edhe përpjekjeve të jashtëzakonshme për liri edhe për shtet të udhëhequra nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Gratë e Kosovës me Lidhjen Demokratike të Kosovës në krye me presidentin Rugova duke u ngritur dhe kryengritur në luftën për liri, ngritën edhe botën në përkrahje të tyre. Dhe kjo punë dhe rezistencë jona kulmoi me atë që njihet si ndër protestat më të mëdha, më madhështore, por edhe ndër protestat më ikonike në organizimet botërore të grave dhe më unike, marrëshe për Drenicën vetëm një javë pas rënjes heroike luftës madhështore të jasharëve, familjes Adem Jashari. Kosova fitoi lirinë dhe pavarësinë, falë edhe me zhvetan në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë histori, s'mund mos e them që kryeministri, presidenti, kryetari Sali Berisha u bë lajmtari i pavarësisë Kosovës. Unë themi në takimin që po bënte me presidentin Bush, sigurisht do t'i ketë thënë, po i dashur president e Kosova, dhe sigurisht presidenti Bush do t'a ketë pyetur, e po si mendon ti, dhe do t'i thashte, mik i dashur, kryetari dashur, i shtetit më dashur, njiheni pavarësinë e Kosovës, dhe aja tha. E tha me plot gojen, enough is enough. Kosovën e njohim shtet pavarur dhe ne sot e gëzojmë pavarësinë. Faleminderit. Kryetar Berisha. Sot në epokën Trump që ka një ndryshim tepër të madh botës, roli grave jo që është zbe, po shumë feshohet. Djathizmi dhe konservatorizmi nuk janë lojë fjalësh. Janë themeli i familjes, themeli i kombit edhe i besimit në Zot, sepse është djatha e Zotit. Kush më shumë se shqiptarët dhe kush më shumë se gratë shqiptare kanë ditë dhe dinë të ruajnë dhe të kultivojnë këtë djathizëm dhe këtë konservatorizëm. Është detyrë jona ta bëjmë dhe do ta bëjmë. Por ky synim madhor arrihet kur të kemi shpor nga politika, surrogatët e kombit, sorosianët kozmopolitan antikomtar me Edi Ramën në kry. Njeriu që po bën politika edhe më antikomtare se vetën Enver Hoxha, diktatori. Edhe kundër Kosovës. Dhe sidomos kundër Kosovës. Por rrezikon shkatërimin e ADN-së së shqiptarëve. Zbrazjen dhe zhdukjen e tyre. Por ne themi dhe do ta themi që kur nuk zhduken shqiptarët në këtë botë, derisa të ketë Sali Berish dhe derisa të ketë PD, derisa të ketë Shqipëni e Dardani dhe derisa të ketë edhe Ksegorat Fort. Kur lukunia soreniane e sorosiane, antishqiptare u hodh mbi kryetarin Sali Berisha, kur na bon me plot e plot, na vun epitete e tjera, i vun liderit historik shqiptarve, ishin gratë rrugoviane të Kosovës që i dalën krah dhe në përkrahje Sali Berishas. Natyrisht që
Ne do të kemi përkrahje për të gjithë ata që shndruan të palëkundur, sepse unë s'kam përcjell veç nga televizori në ngjarjet me Shqipëni, i kam përcjell këto. Kam përcjell me zemër. Dhe i kam ndi. Dhe i kemi ndi. E gjithë Kosova. Prandaj do të kemi përkrahje për të gjithë ata që shndruan të palëkundur në rrugën e kombit, në rrugën e lirisë, Sali Berishës e të PD-s, për ata që rrshitën, dhe për shasin, e tha Albana pa kompromis, e djatha s'ka kompromis, dhe s'do të bëjmë kompromis, as për anas jashtë. Për ata që kanë rrshit, ne edhe mund të falim, por të harrojmë, jo, nuk do të harrojmë. Dhe s'kemi vend për të vënë vendin e parë, ose në vendet para. Këtu, në krejt këtë shëndres, do të kujtojmë edhe gjithsesi, do të përmendim, pa diskutim, punën madhështore, zonjës madhe, Topalli, Jozefina Topalli. Që shumë heret, punën e madhe të Albanës, të Zanës, e të shumë grave tjera. Por më lejoni ju lutem që ta them edhe një emër të përveshëm këtu. Që ta kujtoj një grua e cila dhe të falenderoj edhe një herë publikisht para krejt shqiptarëve. Një grua që punoi fort dhe na ndihmoi fort në shtetëformimin e Kosovës. Zonja Edith Harçi. Për të cilën mund të them se ajo është Kosova e Shqipënisë, e Shqipënia e Kosovës. Edhe për fund, gratë as janë numra, as janë vlerë shtuar. Se ka njëherë kur po dojmë me ju i numrave, po themi janë vlerë shtuar. Vlerë shtuar e kujt? Gratë janë zemra e kombit. Prandaj do të shndrojmë poqeshëm. Dhe në fund ju lutem një urim të madh. Rënoft Shqipënia, rënoft Kosova, Dardania, që do ta bëjmë shpejt, edhe jam në Dardani. Zoti e bekoft Shqipëninë madhështore në krye me Sali Berishën. Urime. Faleminderit shumë, Melihat, edhe një herë gëzuar ditëlindjen. Secila zonjë ka nga një trëndafil, e keni dhurat nga doktori për 8 marsin. Tani do doja t'ja kaloja fjalën pa humbur kohë Jozefinës. Jozefina nuk ka nevojë për prezantim, sepse të gjitha ne e njohim dhe të gjithë e njohim. Jozefina. Së pari ju uroj gëzuar ditën tuaj, të gjithë zonjave, motrave, nënave. Falenderoj Albanën për organizimin e këtij takim pune dhe mendoj se është gjëja më mirë që mund bënte në ditën e 8 marsit. Nuk ishte momenti për show, ishte momenti për t'ullur dhe për të menduar se cili do ishte programi që qeveria ardhshme do përgatisin për nënat dhe gratë shqiptare. Nga fjalë Albanës kishte shumë pika, shumë të rëndësishme që nëse ato bëhen pjesë e programit ekonomiko-social dhe besoj se do bëhen pjesë, sigurisht që ato do japin një nxitje dhe një shtyrje shumë të madhe për të pasur zonja për punime të sigurta, më të forta, më perspektivë në jetën e tyre. Në fakt, po ta mendojmë se në botë nuk ka një rezervuar më të madh, më të pashfrytzuar se sa gratë. Kështu që
Nëse në qeverinë e ardhshme zoti Berisha, siç i kam shtetur gjithmonë, do mbështesin gratë, duke shfrytzuar rezervuarin e pashfrytzuar që kemi ne në shoqëri, në Shqipëri, ato do bëjnë shumë ndryshime. Dhe ato që janë në politikë nuk që janë për qenë të reja, ato janë në politikë për sjellë ndryshimin dhe gratë ja dalin për ta bakët. Mendoj se shumë e rëndësishme për të fokusuar jo vetëm në integrimin e tregun e punës të grave, në lehtësimin e kushteve për t'ja bërë fleksibël punën, orarin e punës së atyre, për të ndihmuar në shërbimin social ndaj fëmijëve tyre, për t'i dhënë garanci që kur çojnë fëmijët në shkollë, mos të rrezikojnë jetën e fëmijëve tyre. Për t'i dhënë garanci që kur shkojnë fëmijët e tyre në shkollë, ato nuk rrezikojnë që fëmijët e tyre të përfundojnë tek droga, për t'i dhënë garanci që arsimi i fëmijëve të tyre të jetë me standardet më të larta, të ndryshoj tërësisht çdo gjë në arsimin e fëmijëve tonë dhe ta përmbysim situatën ku arsimi nga një arsim elitar që ishte ka përfunduar dhe zhytur në fundin e rinkimit të standardeve të arsimit sipas raportit të PISA-s. Ne gratë, nga njëherë ne që kemi qenë në politikë, kemi ngritur shpeshherë edhe zërin. Ndonjëherë dhe nuk kemi pëlqyer kur kemi ngritur zërin, por e kemi bërë me një vetdije, jo për të bërtitur, po për të folur me zërin atyre grave që nuk ishin mundësi për të folur. Ndaj dhe unë mendoj që edhe në parlamentin e ardhshëm të kemi sa më shumë gra, po gra që janë luftetare si Nikja, gra që janë shkencëtare si Mirela, gra që janë bukura dhe sportiste si Floriana, gra që janë me një jetë plot sfida të jetës akademike, intelektuale si Zana, gra që nuk ndahen si Albana, gra të bukura e Zoja si gjitha jo. Faleminderit. Faleminderit Josefin, dhe jam e sigurt që edhe në detyrën shumë të rëndësishme të koordinatores për diasporën, nuk kam parë video dhe foto të takimeve që ke pasur me gra dhe vajza që për fat keq e kanë lënë Shqipërinë, të shkëlqyera, profesioniste, dhe tash i japin kontributin e tyre pra për vende të tjera dhe jo për Shqipërinë. Si do t'i sjellim këto gra në Shqipëri? Ato apo fëmijët e tyre është një prej detyrave që na del përpara. Mirel, fjala për ty. Në fakt do flasësh për pjesën e shëndetësisë, apo jo? Patjetër. Faleminderit. Më dëgjoni mirë? Po. E dashur Albana, i nderuar profesor Saliu, e dashur Josefin, Zana dhe i gjithë paneli. Të dashura dhe të nderuara zonja, zonjusha, të nderuar zotrinj. Ju faleminderit për prezantimin dhe marr shkas nga prezantimi që Albana më bëri, marr shkas nga fakti që dje ishte 7 marsi, do doja të bëj një falenderim me mirënjohjen më të thellë të gjithë mësuesve dhe pedagogëve të mi, të cilët më bën kjo që jam. Dhe një falenderim shumë special do të bëja për atë person i cili më drejtoi dhe më futi në rrugën e kërkimit shkencor. Dhe besoj që pakush e di që ai është profesor Dr. Sali Berisha, i cili ka qenë udhëheqësi im i diplomës për 2 vite radhë në 2 vitet e fundit të studimeve të mia universitare. Diplomë të cilën e kam mbrojtur që në vitin 1990. Faleminderit profesor edhe një herë. Atëherë, duke vijuar bashkëbisedimin dhe atë çfarë u tha, unë do të thoja pak fjalë. Shëndeti i grave nuk është thjesht një çështje mjekësore, është një drejtë themelore, një bazë për zhvillimin e një shoqërie më të fortë dhe më të drejtë. Shëndeti i grave është shëndeti i fëmijëve, është shëndeti i familjes, është shëndeti i burrave, pra është shëndeti i një kombi të tërë. PD-ja do të marrë masa konkrete për të siguruar që shëndeti i grave të mos jetë më një temë në vlefsuar, por të jetë tashmë një prioritet.
PD-ja nuk do të ndalet më në politikat e përgjithshme apo ato tradicionale. Ne sjellim zgjidhje të reja, të guximshme dhe të prekshme nga çdo grua në Shqipëri. Nuk është thjesht një angazhim politik, por një mision për të garantuar dinjitetin, sigurinë dhe të drejtën e çdo gruaje për një jetë të shëndetshme dhe të sigurt. Masat për të përmirësuar shëndetin e grave, për të adresuar pabarazinë gjinore në sistemin shëndetësor, përfshin politika të reja, përmirësime në shërbimet shëndetësore dhe fushata ndërgjegjësimi. Unë fare përmbledhës do të theksoja, edukimi shëndetësor për gratë dhe vajzat. Nuk është një domosdoshmëri, nuk është më një opsion. Një grua e mirë informuar është një grua më e fortë. PD-ja do të fokusohet në forcimin e fushatave të gjëra, ndërgjegjësuese, depistuese, mbi rëndësinë e kontrolleve të rregullta mjekësore për të parandaluar sëmundjet që në fazat e hershme të tyre, dhe jo vetëm për ato sëmundje tumorale. Edukimi për sëmundjet kronike, shëndetin seksual dhe riprodhues, platforma digjitale, integrimi në kurrikulat shkollore do të jenë prioritete të kësaj politike. Shëndeti mendor nga një tabu do të jetë në një prioritet kombëtar. Shëndeti mendor i grave, ankthi, stresi, depresioni shpeshherë të anashkaluara. PD-ja ofron masa konkrete për një ndryshim rrënjësor në qasjen ndaj këtyre problematikave, duke promovuar një model modern dhe gjithëpërfshirës për parandalimin dhe trajtimin e tyre. Një Shqipëri pa dhunë ndaj grave, zero tolerancë, dhuna me bazë gjinore, një krizë që kërkon masa të reja dhe të forta. PD-ja angazhohet me masa konkrete, të realizueshme në mbështetje shumë planshme për shëndetin e grave. Gratë dhe kujdesi shëndetësor mbi bazë sociale dhe ekonomike. Krijimi një mekanizmi mbështetës për gratë me të ardhura më të ulta do t'i lidh automatikisht ato me shërbime mjekësore të veçanta dhe mbështetje psikosociale. Mbështetje e veçantë për gratë kujdestare të familjeve me aftësi të kufizuara, duke lehtësuar në këtë mënyrë barrën ekonomike dhe shëndetësore. Përmirësimi kujdesit mjekësor për gratë në zonat rurale. Gratë në zonat rurale përballen me mungesë të shërbime mjekësore cilësore. PD-ja ka propozime konkrete për të rritur aksesin në shërbimet shëndetësore për to. Fuqizimi i grave në sistemin shëndetësor dhe mbështetja në kërkimin shkencor. Gratë përbën shumicën në sektorin e shëndetësisë. PD-ja do të forcojë pozitat e tyre vendimarrëse. Teknologjia në shërbimin e shëndetit të grave. Nuk mund të flasim për të ardhme pa përdorimin e teknologjisë në shëndetësi. PD-ja ka projekte dhe aplikacione konkrete për të përmirësuar aksesin e grave në kujdesin shëndetësor. Rritje e burimeve financiare në funksion të programe për mbrojtjen e shëndetit të gruas. Është koha për një angazhim të ri, nëse ne si shoqëri investojmë në shëndetin e grave, investojmë në një Shqipëri më të fortë, më të shëndetshme dhe më të drejtë për të gjithë. Dhe ne kemi fuqinë për ta bërë këtë ndryshim. Ne zgjedhim të investojmë në shëndetin e grave, sepse një Shqipëri më e fortë fillon nga një grua më e fortë. Faleminderit. Faleminderit Mirel. Atëherë Bes, në 3 minuta do duam të dim kush është programi që gratë, jo vetëm gratë, po dhe vajzat të kenë pjesën e tyre, pra impaktin e tyre, forcën e tyre për ta bërë Shqipërinë madhështore. Albana, shumë faleminderit për ftesën sot në panel. Para se të kaloj tek ajo pjesë, patjetër që dua ta nis me falënderime, dua ta vazhdoj me kërkim ndjese dhe pastaj do e përfundoj me thirrje. Falenderoj ty të parën Albana, si kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas, që 8 marsin nuk e trajton si një fest, por gjithmonë çdo vit e ke trajtuar si një protest dhe me gjithë aksionet që ke bërë çdo vit për të rritur rëndësinë e gruas në shoqëri.
E vazhdoj këtë falenderim për të gjithë zonjat në këtë sallë, zonjat e LDG-s, zonjat e Partisë Demokratike, zonjat e shoqërisë civile, zonjat e jetës akademike, për gjithë kontributin që e bëjnë në shoqëri, por dhe në familjen e tyre. Dua po ashtu të falenderoj zonjushat e Forumit Rinor Partisë Demokratike për gjithë mbështetjen që i kanë dhënë forumit, por në të njëjtën kohë dhe Partisë Demokratike dhe të gjithë kauzave që përfaqësojnë shoqërinë shqiptare. Pa juve, në asnjë mënyrë nuk doja dilnim sepse jeni zemra dhe bukuria e forumit. Dua të falenderoj patjetër familjen time, gjyshen, maman, bashkëshorten time, motrën, por dhe vajzën time, për gjithë kuptimin që japin jetës të një burri, të një mashkulli, të një njeriu të plotësuar, për të vazhduar kauzën dhe misionin e tij. Dhe tani dua të kaloj edhe tek ndjesat. Ne si shoqëri i detyrojmë një ndjesë shumë të madhe të gjithë nënave shqiptare, sepse kanë humbur në emigrim fëmijët e tyre. I kanë humbur duke u ndarë dhe fizikisht prej tyre se nuk i shohin dot se kanë marrë rrugë emigrimit të tmerrshme, por i kanë humbur edhe jetën fëmijët e tyre në emigrimin biblik dhe masiv që Shqipëria ka vuajtur gjatë këtyre 10 viteve. Ndjesa duhet shkoj patjetër edhe për bashkëshortet e reja, të cilat nuk kanë mundësi sot që të bëjnë një jetë normale, siç duhet ta bëjë një familje në Europë, në mes të Europës, por jemi si një familje në lindjen e mesme, sikur jemi të pushtuar, të dhunuar dhe të bombarduar. Ndjesa patjetër shkon dhe drejt nënave të reja, të cilat kanë plotësuar mësuesin ndaj fëmijëve të tyre. Një nga pjesët kryesore për të ndihmuar patjetër nënat shqiptare do jetë që shkollat në Shqipëri të bëhen 8 orë, në mënyrë që t'ju jepet hapësira 8 orë për të punuar dhe për të vazhduar ëndrat e tyre në karrierë të gjithë nënave shqiptare. Po ashtu duhet një mbështetje maksimale dhe përsëri ndjes ndaj vajzave të reja, për të cilat rrogat në tregun privat janë më të ulta se sa rrogat ndaj meshkujve dhe ndaj burrave. Kjo është një padrejtësi që duhet marrë fund një orë më parë dhe patjetër që do jetë prioritet i vetë Partisë Demokratike. Thirrjen e kam patjetër se isha duke ardhur në këtë hotel dhe po shikoja tek Pallati i Kongreseve që ishte në panik garda e Republikës për të siguruar perimetrin e një diktatori që do vinte në një event. Edi Ramës që do vinte në një event për të bërë me gratë. Pash dhe tek dera e Pallatit të Kongreseve që kishte kontroll fizik, sikur po hynim në bunker dhe jo në një pallat kongresesh në një eveniment që duhet bërë me gratë. Thirrja është ndaj Edi Ramës, mos u frikso se megjithse e meriton dëshkimin fizik që duhet vi nga çdo grua shqiptare, ato do të ndëshkojnë në 11 maj dhe do ndëshkojnë me votë dhe do ndëshkojnë me rrëzimin tënd. Dhe thirrja ime e fundit është patjetër që jo vetëm kuotat të respektojnë 30% për gjininë femërore, por Partia Demokratike duhet ta kalojë dhe mëtej dhe duhet të jetë 50% për të gjithë zonjat dhe zonjushat e Shqipërisë dhe të forcës tonë demokratike, të cilat kanë mbajtur peshën më të madhe të foltores, të rithemelimit, të bashkimit të Partisë Demokratike dhe të bërjes së Partisë Demokratike forca fituese dhe reformuese e shoqërisë shqiptare në 11 maj. Ju faleminderit. Faleminderit Bes, 50% që si një premtim i arshëm na pëlqen. Ja u bë dhe një burr tjetër që mbështet kuotat mbi 30%, nuk janë shumë në Partinë Demokratike, por do punojmë fort që t'ja arrijmë për aq kohë sa kemi dhe mbështetjen e kryetarit PD-s dhe kryetarit të FRPD-s. Zana, do doja ta kaloja fjalën, e di që në 3 minuta nuk janë mjaftueshëm për pjesën ekonomike. Doktori ka shpalosur edhe një pjesë të programit, por do doja që të fokusohesha te pjesa ekonomike e programit, po pse jo edhe tek energjia, cilat janë masat që propozon Partia Demokratike që kanë impakt direkt në jetën, shëndetin, mirëqenien e grave. Përshëndetje doktor Berisha, përshëndetje gjithë panelit dhe juve zonjat të nderuara. Është privilegj dhe emocion i veçantë të jem këtu midis jush, midis shtyllës kurrizore të Shqipërisë,
grave dhe veçanërisht grave demokrate, të cilat në gjithë këto vite kanë treguar grave demokrate shqiptare dhe grave të Shqipërisë dhe të Kosovës, se shqiptarë jemi të gjithë, që kanë treguar në këto vite, sidomos në vitin e fundit, qëndrimin e tyre të patundur dhe të palëkundur, jo vetëm si vazhduese të jetës dhe kultivuese të saj, por dhe si qëndrestare dhe mbështetëse të pathyeshme të demokracisë në Shqipëri. Gruaja shqiptare dhe gruaja në përgjithësi ka treguar gjithmonë forcën dhe vitalitetin e saj si drejtuese politike, si drejtuese shoqërore, si drejtuese në të gjitha fushat, si shkencëtare, si aktiviste shoqërore. Por, akoma më shumë është vënë në parë në këto kushte në Shqipëri, kur gruas, neve, nënave, gjysheve, na duhet që me lot në sy të përcjellim fëmijët, të rrisim nipat dhe mbesat larg nesh, sepse ky vend sot është i ngërthyer nga një diktaturë dhe nga një shkatërrim që po prish dhe bazat e familjes, që po prish lidhjet më të forta njerëzore. Prandaj, të qenit së bashku, të luftuarit së bashku, për të arritur dhe për të mbajtur gjallë vlerat që ne përfaqësojmë, është një prioritet. Për sa i përket Partisë Demokratike në kontributin që ajo jep dhe në mbështetjen e fortë që i bën gruas nga të gjitha pikpamjet, unë do doja të theksoja atë që ekonomia i mundëson gruas, i jep shkallë më të mëdha lirie dhe e bën atë të heqë mendjen nga hallet se si të shty ditën sot, sa para më kanë mbetur, si do të çoj fëmijën në shkollë, a do ke mundësi të pushoj. Me lirimin e fondeve, me ndërtimin e një ekonomie me taksa të ulta, me ndërtimin e një ekonomie ku shtylla kryesore është energjia dhe inovacioni, ku taksat e ulta mundësojnë gruan të jetë jo vetëm një kontribuese në ndërtimin e shoqërisë, por njëkohësisht një kontribuese financiare në shtëpi. Mundësia e vendeve të punës, me zhvillimin e degëve kyçe të ekonomisë, me mbështetjen e sektorit të energjisë, diversifikimin e saj, hapjen e vendeve të punës si rezultat i kësaj, me nxitjen që bëhet për të përfshirë gruan dhe në sektorët ku duken si sektor të meshkujve, të burrave, tregon që Partia Demokratike zgjeron dhe mundëson gruan të tregoj forcën dhe vitalitetin e saj në të gjitha fushat e jetës. Ndihma që i jepet gruas nëpërmjet Partia Demokratike, si partia e vlerës, si partia e mbështetjes së familjes, mbështetjen që i jep dhe financiarisht familjeve të reja, të sapo krijuara me bonuset, gjithashtu tregon edhe një herë se sa i rëndësishëm është roli i gruas dhe sa të shtrenjtë e ka familjen dhe forcimin e saj. Në një kohë kur shohim se këto vlera janë të mohuara, të shkelura, të marra në përkëmbë. Unë do doja që në këtë ditë të veçantë që urojmë të gjitha gratë në mbar botën dhe në Shqipëri, të përmendim dhe të kujtojmë dhe kontributin e një gruaje të madhe shqiptare, përveç mbretëreshës Teuta, nën Terezës, shkencëtareve, këngëtareve dhe atyre që s'janë këtu, po dhe që janë midis nesh, të përmendja dhe zonjën Liri Berisha. Ajo është një grua e madhe që vërteton atë që mbas një burri të madh qëndron një grua e madhe dhe që në hije ka qenë një mbështetëse e palëkundur e kauzave të grave. Kështu që do doja një duar trokitje dhe pse sa kemi këtu. Duke respektuar 3 minutin, si zysh që jam, bilavura dhe orën, unë do doja t'ju uroja dhe njerë dhe t'ju ftoja të vazhdonim këtë përpjekje, këtë luftë të përbashkët për ta kurorzuar me fitoren e 11 majit. Suksese! Faleminderit shumë, Zana. Atëherë, Florian, fjala për ty. Përshëndetje dhe gëzuar të dashura zonja. Asnjëherë nuk është dukur salla më e bukur se sa sot. Unë nuk kënaqa me këtë energji pozitive që përçoni dhe bukuri që përçoni gjithashtu. Ka nevojë partia, ka nevojë shoqëria për pak butësi
edhe pak bukuri. Dhe sot ju personifikoni pikërisht këtë. Unë dua ta nis fjalën time me një falënderim shumë të madh për maman time, e cila gjatë gjithë fëmijërisë time është munduar që të më bëjë të kuptoj që ajo që ka më shumë vlerë është që unë të bëhem e zonja e vetes dhe të lartësohem në jetën time, të punoj për veten time, të bëhem dikush, ta njoh se kush jam dhe pastaj të jap kontributin tim në shoqëri. Ky ka qenë një motiv për mua, ndërkohë që unë rritesha dhe më pas në rrugtimet e mia që unë kam patur, qoftë në emigrim në Amerikë edhe në Zvicër, ku kam parë që gratë vazhdimisht janë të promovuara dhe e din fuqinë që kanë. Shqipëria në kohën që unë rritesha nuk i kishte këto mundësi dhe unë i falenderoj shumë prindrit e mi që me sakrificat e tyre mua më dërguan jashtë për ta patur këtë bindje që unë mund të realizoja gjithçka. Dhe me këtë eksperiencë që mora, edhe jashtë, edhe përmes studimeve të mia, edhe përmes aktivitetit tim sportiv, kur vendosa që të kthehesha në Shqipëri bashkë me familjen time, vendosa që ishte momenti të bëja diçka më të madhe në jetën time. Jo thjesht përmbushesha vetë. Dhe kam menduar gjithmonë që politika do t'i hapte dyert e mia për të bërë një ndryshim, po gjithashtu edhe unë për të qenë një model për këtë ndryshim. Dhe mendoj që modelet janë shumë të rëndësishme në politikë. Një ndër modelet e mia për të futur në politikë ka qenë pikërisht zonja Jozefina Topalli. Më duhet ta them këtë. Me forcën e saj të karakterit, vendosmërinë edhe duke patur parasysh që po, është një grua dhe unë dua të bëhem si ajo. Ju këtu jeni të përfshira në politikë prej vitesh, keni eksperiencat tuaja shumë të gjata, shpesh vini nga familje të djathta, demokrata. Ky nuk ka qenë rasti im dhe unë pikërisht për këtë dua të flas. Mendoj që Partia Demokratike ka nevojë edhe të hapet për njerëz që nuk kanë qenë të përfshirë në politikë më përpara, që duan të japin kontributin e tyre në shoqëri dhe duan të shërbejnë. E rëndësishme është ta dish se kush je për brenda, ta dish forcën që ke, dhe gratë duhet ta dinë, të gjitha ne këtu duhet ta dim forcën që kemi, që çdo gjë është e realizueshme. Po të dim gjithashtu që këtu në politikë, nëse vim dhe nëse përfshihemi, dhe këtu po ju flas të gjitha atyre që na ndjekin edhe nëpërmjet ekranit, që ndoshta e kanë menduar politikën, po nuk kanë patur se si të hynë, ta shohin si një fushë ku të shërbejnë. Pra, jo për të realizuar vetë, sepse realizimi vetë vjen si derivat i kësaj, po për të shërbyer dhe për të dhënë një model dhe një kontribut. Dhe pastaj, gjithmonë duke bërë gjën e duhur. Në qoftë se ne e dim se kush jemi, dim që jemi këtu për të shërbyer dhe do bëjmë gjën e duhur, tek ajo që ne besojmë realisht, ajo kauza e drejtë që Zoti Sali Berisha e përmend gjithmonë dhe ka luftuar për të derisa arritëm këtu, kur askush nuk e mendonte, mendoj që ky është motiv për këdo, dhe duke bërë gjën e duhur dhe duke qëndruar te kauza e drejtë, gjithçka do të jetë e mundur. Unë i hap krahët çdo kujt që dëshiron që të vijë dhe të përfshihet, që asociohet me vlerat e djathta të familjes dhe të Zotit dhe të kombit për të shërbyer për vendin, për ta ndërtuar vendin këtu, jo për të emigruar sepse nuk ka mundësi, po për të përfshirë dhe për të ngritur zërin, për të mbështetur njëra tjetrën, se kjo është shumë e rëndësishme, jo për ta luftuar njëra tjetrën, për ta mbështetur njëra tjetrën. Dhe vetëm duke e mbështetur njëra tjetrën, ne mund të arrijmë atë 50%-in që Besi po thoshte, edhe që mua më pëlqeu aq shumë, sepse ne në fakt jemi 50% e shoqërisë dhe në fakt lindim dhe 50%-in tjetër, kështu që është shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë, ta kuptojmë forcën që kemi dhe vlerën që kemi. Dhe duke u bërë bashk,
mund të arrijmë këtë gjë. Duke u bërë bashkë, mund të realizojmë atë Shqipërinë madhështore që ne do të realizojmë mbas 11 majit. Vetëm kështu. Faleminderit. Faleminderit Florian. Ashtu sikurse edhe e thash në fillim të këtij takimi, në bashkëpunim me departamentet, unë sot kemi përfaqësues të secilit departament dhe do doja ta nisja në fakt me atë që ka qenë departamenti më aktiv, departamenti më i bukur në sytë e mi të paktën, Brain Gain. Atëherë Klea Duçka është një vajzë e re e cila në fakt nuk jeton, punon jashtë Shqipërisë, por ka ardhur, është ndodhur këto ditë në Shqipëri dhe ka shprehur dëshirën që në emër të departamentit Brain Gain të na japi këndvështrimin e këtij departamenti se si gratë dhe vajzat mund të bëjnë Shqipërinë madhështore. Përshëndetje të gjithëve, mirëdita. Përshëndetje zonja të nderuara të pranishme në këtë sallë, në panel dhe të ulura këtu në audiencë. Përshëndetje i nderuar profesor Dr. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Gëzuar 8 marsin të gjitha zonjave, grave dhe vajzave këtu të pranishme. Është një nder i madh që të kem mundësinë që si përfaqësuese e departamentit Brain Gain të ndodhem në këtë event dhe të flas këtu përpara jush. Atëherë unë doja të ndalesha tek një aspekt shumë i rëndësishëm për jetën ekonomike të grave, dhe këto janë gratë në botën e sipërmarrjes. Përveç atyre që zonja Guxholli edhe i përmendi në përgjithësi, përsa i takon programit ekonomik të Partisë Demokratike, pjesë për cilin kemi punuar edhe ne si departament për të dhënë propozime. Unë duke qenë se vi nga një vend si Austria, i cili është një vend, le të themi, pararoj se i takon mbështetjes së grave sipërmarrëse, madje edhe që i nxit gratë për të marrë me biznes, kisha disa propozime, le të themi, disa pika përgjithshme të cilat do doja t'ia shtoja padyshim programit të Partisë Demokratike. Atëherë, një gjë shumë e rëndësishme që duhet të dim për gratë në Shqipëri është se 1 në 3 gra merren me bizneset e vogla. Përgjithsisht, taksa e shesht e mbështet shumë biznesin e vogël, pra nuk mund të flasim për stimuj specifik fiskal, por në kuadrin sipërmarrjes, duke qenë se ka investitor të mëdhenj të cilët i përkrajnë sipërmarrjet e drejtuara nga gratë, atëherë do t'ishte mirë që për këta business angels, ashtu siç quhen, të përfitonin nga stimujt fiskal. Një tjetër pikë e cila do t'ishte shumë e rëndësishme dhe që zbatohet edhe në Austri, është që të ketë një taks zero ose një taks të reduktuar për vitin e parë të fillimit të aktivitetit për sipërmarrjet e drejtuara nga gratë. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme normalisht është të zhdukim ose të reduktojmë, përsa është e mundur, asimetrinë e informacionit. Çfarë do thotë kjo? T'i lehtësojmë grave aksesin tek kapitali fillestar për të filluar një biznes. Si bëhet kjo? Nëpërmjet workshopeve të ndryshme, të cilat mund t'i marrë përsipër, si në rastin e Austrisë, edhe dhoma e tregtisë, nëpërmjet trajnimeve të ndryshme dhe nëpërmjet mundësisë që komuniteti i biznesit mund të krijojë grave për të lidhur me ekspert apo investitor të rëndësishëm për të informuar më mirë se si ta rrisin apo se si ta fillojnë biznesin e tyre. Në fund, do doja u përmendën shumë emra të grave të nderuara këtu, por unë do doja të përmendja emrin e një gruaje e cila është fatkeqësisht nga viktimat e para intelektuale të sistemit komunist, është gruaja e parë shkencëtare në Shqipëri dhe me titullin doktoreshe shkencave, zonja Sabiha Kasimati. Respekt dhe nderim për kujtimin e saj. Ju falenderoj. Klea, falenderit.
Dhe faleminderit edhe për sugjerimet, propozimet që më ke dhënë në mënyrë të vazhdueshme. Klea është një ndër vajzat më aktive të departamentit Brain Gain. Pa humbur kohën, Aid më falë se je në këmbë, në gratë gjithmonë zgënjejnë për mirë, sallat nuk i zënë. Kështu që me qënë se je edhe lektore në fakultetin e sporteve, ne radhë kemi folur në fakt për gratë dhe sportet, po Aida do na flasi sot shumë shkurt, Aid, 2-3 minuta, se si neve mundet që edhe këtë komponent ta kemi një nga komponentët të rëndësishëm të programit të Partisë Demokratike. Përshëndetje, të nderuar zonja dhe zotrin që janë me pakic, i nderuar zoti kryetar, jam shumë e privilegjuar që sot prezantoj dhe përfaqësoj femnën në sport. Zakonisht sporti është lënë një çik si dytësore në jetën e njerëzve, por tani e kanë kuptuar njerëzit që po spatën një trup të shëndosh, nuk kanë dhe mendje të shëndetshme. Gjithashtu duhet falenderoj zonjat që janë panel. Të nderuarat politikane, janë artistet dhe sportistet që janë në sallë. Zonjat kryetare të degve që kanë qenë shumë aktive në të gjithë këtë luftë që kemi pasur kundër qeverisë së Edi Ramës. Sot duhet ndalem në një tjetër heroinë të heshtur, që quhet gruaja në sport. Femra shqiptare në sport ka treguar shumë forcë, guzim dhe pasion, duke u përballur me paragjykime, sfida dhe mungesa në mbështetje. Ajo ka dëshmuar se mund të triumfojë në çdo fushë. Prandaj sot është koha që ta mbështesim dhe t'i japim mundësinë për vlerësimin që ajo meriton. Por, për të siguruar një të ardhme të mirë për sportin, arsimin, të drejtat e grave, duhet një politikë e drejtë, e ndershme dhe me vizion. Partia Demokratike dhe lideri ynë, profesor doktor Sali Berisha, kanë qenë gjithmonë në mbështetje të vlerave kombëtare, të rinisë dhe të gruas shqiptare. Në këtë betejë për liri, demokraci dhe drejtësi, është koha që të gjithë të qëndrojmë të bashkuar. Sa sportiste kanë luftuar jo vetëm ndaj kundërshtarit në fushë, por edhe kundër një mentaliteti që ju thoshte sporti nuk është për ju. Por ato nuk u dorëzuan kurrë. Ashtu si në çdo aspekt të jetës, edhe gruaja shqiptare në sport ka luftuar, ka rënë dhe është ngritur dhe më e fortë. Ajo ka përfaqësuar flamurin ton me krenari në arenën ndërkombëtare. Shpesh dhe pa mbështetje, por me një forcë të brendshme që vetëm një grua mund ta ketë. Dhe sot në këtë ditë të veçanta, le të angazhohemi që asnjë vajzë të mos heqë dorë nga ëndrat e saj për shkak të mungesës së mundësive që i ka. Sporti nuk është vetëm forcë fizike, por është karakter, shpresë dhe dinjitet. Dhe për këtë realitet, na duhet një qeverisje që të respektoj sportin, arsimin, gruan dhe rinin. Na duhet një politik që nuk mashtron me premtime boshe, por që në qendër të saj vlerat kombëtare dhe të ardhmen e rinisë dhe të gruas shqiptare. Dhe kjo politik ka një emër, i cila është Partia Demokratike. Ky vizion ka një emër, ka kryetarin ton të nderuar, profesor doktor Sali Berishën. Një lider me vizion, me vendosmëri, një bashkëshort i përkushtuar, një baba i devotshëm dhe një gjysh i mrekullueshëm, që dhe me vlerat e tij ka frymëzuar breza të tërë. Prandaj, programi dhe platformat e tij kanë treguar gjithmonë se gratë, rinia, sporti, arsimi janë themeli i një kombi të fortë. Sot është koha të qëndrojmë të gjithë së bashku,
të mbështesim njëri tjetrin dhe mos ndalemi kur në betejën për një Shqipëri më të drejtë, më të lirë, më të zhvilluar dhe më demokratike. Unë ma kaloj profesoresh Zana Guxholli, isha dhe unë që të përshëndetша zonjën Liri Berisha, që na e mban dhe na e ushqen dhe na e trajton doktorin, që neve ta kemi të freskët në çdo kohë dhe në çdo minutë. Faleminderit Aid. Gjithashtu përshëndes dhe Argita Berishën, një mikën time, që ajo ka qenë shumë në krah në protestat tona dhe ka qenë në krye të grupeve tona që kemi qenë në protesta. Faleminderit. Falenderoj gjithve dhe një përqafim për gjithë, gëzuar festën. Aida, faleminderit dhe për vizionin në lidhje me gratë dhe sportet. Në fakt, doktori nuk e lë pas dore, edhe kur ka qenë 333 ditë në shtëpi nuk e kalon pjesën e ecjes edhe të aktivitetit sportiv. Kështu që atëherë kam një radhë shumë të gjatë zonja që kanë kërkuar që të flasin. Ju lutem 2 minuta secilës për t'i lënë mundësi gjithë secilës për jush pra për të shprehur mendimet. Sepse do të dëgjojmë pastaj edhe programin nga doktori. Doja t'ja kaloja fjalën tani Ilda Zhulalit për të na folur jo vetëm për aktivitetin apo se si të gjithë këshilltarët bashkiak, por Ilda në veçanti do të vazhdojnë të ndihmojnë për t'i bërë gratë në Tiranë për të pasur një jetë më të mirë. Por do doja që më së shumti të fokusohej te gratë dhe diplomacia. Në programin e partisë nuk i kemi, ose nuk është se kemi folur në mënyrë të zgjeruar në lidhje me këtë pjesë, ndaj do doja që Ilda sot të na fliste pra për këtë pjesë të programit të Partisë Demokratike. Mirdita Zonja, të nderuara mike, përshëndetje kryetari i Partisë Demokratike, profesor Sali Berisha. Unë do ta nis duke thënë që më ka mbetur në mendje një histori e treguar nga një nga diplomatet më të fuqishme të botës dhe më të njohura, Madeleine Albright. Ajo tregon ditën e parë si ambasadore e Amerikës në OKB. Hyn në sallë e rrethuar e gjitha vetëm me burra dhe kishte frikë, mendonte që të gjithë burrat do ta paragjykonin me çfarë zëri do fliset, do t'i dridhej zëri apo jo. Si kishte flokët, po veshja. Dhe ndërkohë që po i mendonte gjitha këto, shikon që mbi tavolinë kishte një tabelë vogël që lexonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe thot ajo, aty kuptova se nga buronte gjithë fuqia ime. Amerika ishte pas me, unë nuk isha vetëm, kisha një kom të tërë dhe shtetin më të fuqishëm të botës. Pyetja ime është çfarë kanë sot diplomatet shqiptare, çfarë shteti kanë pas? Për shembull, çfarë shteti ka ambasadorja apo një diplomat shqiptar në Amerikë? Ka një njollë si Charles McGonigal. Çfarë ka një diplomate shqiptare sot në Bashkimin Evropian? Ka njollë krimin, drogën, korrupsionin. Çfarë ka sot një diplomate shqiptare në Kosovë? Ka një njollë që bën me turp kombin shqiptar, ka zëvendësimin e vllazërisë me Kosovën duke ja transferuar atë Vučićit. Çfarë ka sot një diplomate shqiptare që punon në Londër? Ka sot një plagë të tmerrshme që është emigracioni. Ne gjitha e kemi parë këto, por ne nuk e duam këtë Shqipëri. Ne duam një Shqipëri madhështore dhe nuk do ta ndërtojmë, ne kemi atë, kemi të ndërtuar, vetëm duhet ta nxjerrim pa. Për shembull, a nuk ishin me gjitha këtu 333 ditë te Rruga e Shpresës, apo jo? A ka qëndresë më të madhe se kjo për demokracinë, për vlerat? A nuk ishim ne 44 javë përpara Bashkisë Tiranë? Po ju përmend disa emra të tjerë, një gjyshe, Nën Liza, që qëndroi për pronën përpara një shteti policor. Po ju përmend një motër, Jonida Proga, që ngriti në këmbë një shtet të tërë për të kërkuar drejtësi për vllajën e saj. Ne kemi një nën si Florina Cani që qëndroi për djalin e saj të vrarë përpara shkollës dhe çfarë kërkoi? Siguri në shkollat tona, në mbrojtje të jetës së fëmijëve tan. Kjo është Shqipëria madhështore. Ne e kemi këtu, vetëm duhet ta nxjerrim pra dhe për këtë do të punojmë të gjitha së bashku. Faleminderit. Faleminderit shumë Ilda. Atëherë do doja që të kalonim te kultura, tek arti.
Juli është antare e Departamentit të Kulturës pranë Partisë Demokratike. Kemi zhvilluar disa takime në fakt dhe mendoj që kemi arritur një program të shkëlqyer për sa i përket kulturës, po Juli do na sjellë atë aspektin gjinor të këtij programi. Përshëndetje Albana, faleminderit për organizimin dhe për ftesën për të folur. Përshëndetje Doktor Berisha, përshëndetje të gjithëve. Për femrat ka pafund për të folur, po unë do kaloj direkt te fokusi në lidhje me kulturën. Për shkak të specifikës profesionit, ndoshta në kulturë nuk është shumë çështje punësimi apo diskriminimi gjinor në punësim i femrave dhe meshkujve, për shkak se nga specifika duhen të dyja gjinit, po një problematik për shembull që unë mendoj që ka ardhur koha që duhet të ketë fokus është seksizmi. Seksizmi është trajtimi i një femër për të njëjtën çështje apo për të njëjtën punë, një femër trajtohet ndryshe nga një mashkull, natyrisht kjo është çështje që prek gjitha profesionet, po në art është shumë evidente. Trajtimi ndryshe vetëm për shkak se je femër. Ngacmimet seksuale e të tjera që femra përballet, domethënë një femër në art nuk është se i evidenton dot këto, ajo thjesht mësohet se si të përballet apo si ti kalojë dhe ti bëhet pjesë e jetës së përditshme. Mendoj që kjo duhet të ketë një fokus ligjor, duhet të ketë një lloj auditi, duhet të ketë një ndalesë që të mos vazhdojë e tillë dhe të vazhdojë të krijojë probleme dhe shumë herë edhe humbet puna për shkak të kësaj. Një fokus tjetër ndoshta shumë shkurt që mund të ketë është pjesa e shtatzanisë, duke qenë se femra lidhet me krijimin e jetës së shtatzanisë dhe në profesionet e artit kjo krijon një lloj distancimi, këtu mund të ketë një ndihmë financiare apo një fokus në këtë periudhë të jetës që ajo të mos shkëputet nga profesioni. Ndërkohë në lidhje me artin, me veprat e artit, kjo ishte për individët, në lidhje me veprat e artit duhet të ketë ndoshta një lloj, unë nuk jam për këto vepra femërore, vepra mashkullore, një vepër arti është ose e mirë ose e keqe, po ndoshta duhet të ketë një lloj balancimi midis tematikave për të krijuar edhe një lloj sensibilizimi të shoqërisë që ne dihet që vuajmë shumë nga dhuna ndaj grave dhe duhet të ketë një lloj fokusit veçantë ndoshta tematikat mbi këtë dhunë gjithmonë në funksion të veprave të mira artistike, jo thjesht sa instalacioneve sa për të marrë fonde dhe të kaluar radhën. Dhe në lidhje me dhunën ndaj grave, ka dhe një aspekt tjetër ku arti është shumë i lidhur, por kjo është një pamje afatgjatë, një strategji afatgjatë, nëse vërtet duam që ne të ndalojmë dhe të rregullojmë çështjen e dhunës ndaj grave, e cila është shumë problem i madh sidomos përtej Tiranës në përfshatra, duhet të përhapim art dhe kulturë. Në çdo pjesë të Shqipërisë duhet përhapet art dhe kulturë dhe kjo nuk e ka forcën brenda ditës, po ka një forcë jashtëzakonshme që te kalon gjitha forcat e tjera në rrugtimin afatgjatë. Dhe doja ta mbyllja me një e gjitha kryesorja e gjithçkaje nuk është problematikat, ligjet apo ajo që ne evidentojmë, janë përzgjedhja e individëve që do vijen në këtë punë apo që do zbatojnë ato platforma që ne shfaqim. Ndoshta qeveria e Ramës ka qenë qeveria që ka pasur më shumë femra në ministre apo pozicionet ndryshme politike, por ka qenë qeveria që e ka denigruar më shumë figurën e femrës se asnjë qeveri tjetër. Është përdorur, është fyer, është që nga fjalori, që nga figurat janë kriminalizuar, kanë bërë krime të jashtëzakonshme, gjithë ato femra që shumica e tyre janë dhe shumë simpatike kështu për tu parë, po kjo e ka denigruar akoma dhe më shumë se i ka nxjerrë vetëm si ca kukulla që të vjen turp të jesh femër në momentin që i shikon ato, dhe mendoj që këtu duhet jetë fokusi që të rikthehet dinjiteti femrës me artin e Partisë Demokratike në pushtet, duke zgjedhur femra që vërtet kanë vlerë, jo vetëm femra se janë femra, jo vetëm për shkak gjinisë. Faleminderit, të lutem kaloja pak mikrofonin Marinelës, e cila ka dhënë një kontribut fantastik tek programi çështjeve sociale
Dhe kryesisht, në fakt doja të prezantoja, Marinela ka marrë pjesë edhe tek studimi i Bankës Botërore, nëse s'gaboj, në lidhje me minimumin jetik, apo jo, para disa vitës. Po, i PNUD-it. I PNUD-it. Pra, na ka dhënë edhe neve si Parti Demokratike një ndihmë shumë të madhe në hartimin e projekt ligjit që kemi dorëzuar për minimumin jetik. Në fakt tani është një nga pjesët më kryesore të partisë, po sot për gratë kryefamiljare, Marinel 2 minuta propozimet që ti na ke dhënë. Unë thjesht do them 2-3 gjërat voc klafare, e do përpiqem që t'jem tek orari. E para është që unë kam një model që është Musine Kokalari, që është me sa di unë politikania, që tha që në fillim që nuk është e thënë që t'jesh komuniste, që ta duash atë dheun. Edhe nuk ka rëndësi bindjet politike për të dashur atë dheun. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe që unë mendoj që ne duhet t'ja njohim atë lloj kontributi në një mënyrë ose në një tjetër në parlament, duke i dhënë emrin një sallë ose diçka tjetër, duke nderuar atë dinjitoze që ka qenë ajo vetëm dhe gjithë jeta e saj. E dyta që të thoja është lidhet me programin dhe fuqizimin e grave dhe vajzave, është që ne duhet të shikojmë edhe gratë që janë në momente të zhvillimit të tyre, po edhe gratë pra që janë duke ecur në karrierë edhe duke bërë ndërmarrje të tyre, po edhe gratë të cilat janë në pozita një çik më të cënushme dhe që kanë nevojë për mbrojtje të përkohshme. Ajo që do doja të thoja është që ne rezultojmë që kemi 53% të grave të punësuar, gjë që si statistikë është shumë e mirë. Nga ana tjetër, kur vim pastaj tek tregu informal, ne kemi 65% e tregut informal përbëhet nga gratë dhe 35% përbëhet nga burrat. Që do thotë që gratë janë më punojnë në treg informal. Dhe nga studimet e mia, unë kam takuar gra që edhe me pagën minimale, politikën e pagës minimale, ato merrnin pagën minimale dhe një pjesë, sidomos ato që vinin nga etnia rome, e kthenin një pjesë të pagës, dhe kjo është realiteti, e kthenin një pjesë pagës tek punëdhënësit e tyre. Gjë që duhet parë shumë me vëmendje që nëse ne do propozojmë rritjen e pagës minimale, ne duhet ta monitorojmë jashtëzakonisht atë dhe nëse ka punëdhënës që bëjnë këtë gjë, duhet që të mbyllet, të aplikohen penalitete shumë të rënda, po ndoshta dhe mbyllja e biznesit. Një event tjetër që rezultonte ishte që gratë që marrin pjesë në biznes, 54% e tyre e bëjnë edhe fillojnë me kursimet e tyre. Gjë që është e ndryshme në krahasim me burrat. Kanë shumë pak akses në kredi për të filluar një biznes. Punojnë, një pjesë e tyre e madhe punojnë në bujqësi dhe prap kanë shumë pak akses për të marrë kredi. Ne duhet të shikojmë gjitha mundësitë e mundshme për të lehtësuar marrjen e kredive për gratë të cilat duan të jenë biznesmene ose të fillojnë dhe bizneset të vogla. Dhe bie shumë dakord me juve që thatë që për bizneset e vogla dhe bizneset familjare, gratë janë ato që punojnë pa fund, orë të zgjatura në bizneset familjare dhe kur vjen puna, kjo punë nuk ju njihet, nuk ju llogaritet, edhe sipas një për llogaritje, për shembull një formule që kanë nxjerrë FMN-ja me Bankën Botërore është që realisht gratë tona në Shqipëri kontribuojnë më shumë se sa gjysma e prodhimit përgjithshëm bruto. Pra domethënë duke llogaritur të gjitha gjërat që ne kontribuojmë. Kështu që dhe natyrisht domethënë te gratë edhe vajzat që përjetojnë dhunë në familje është një nga ekspertizat e mia. Unë kam takuar shumë gra kudo në Shqipëri. Problemi nuk është tek ligji i politikat. Problemi është institucionet që e zbatojnë ato. Ato duan të kenë një person që të mund ta ndjeki çështjen e tyre nga fillimi deri në fund, sepse është shumë vështirë të hapësh zemrën dhe të tregosh çdo gjë për jetën tënde që të ka ndodhur. Duan një person në polici, po që nuk lëviz sepse i lëvizin këtej dhe andej, duan një person në bashki, duan një person që ta ndjeki çështjen. Dhe gjuha
mënyra, qasja, respekti, dinjiteti që ju jep shërbimi, që ju jep institucioni, është shumë i rëndësishëm që ato të vinë deri tek momenti i denoncimit, sepse shpeshherë nuk denoncojnë, përpiqen 5 herë, 6 herë, 7 herë deri tek hera e 9 që arrin tek denoncimi, pikërisht për shkak se nuk trajtohen me dinjitet nga institucionet shtetërore. Mbylla. Faleminderit. Faleminderit, kaloja pak të lutem. Fatmira Kola është antare e Departamentit Financave. Të lutem 2 minuta, po ja u shkurtoj pak sepse kam edhe një listë shumë të gjatë. Përshëndetje nderuar profesor Dr. Sali Berisha, përshëndetje të gjitha zonjave, vajzave, grave, dhe përshëndetje të gjitha atyre burrave dhe baballarëve të cilët punojnë dhe investojnë vazhdimisht në fuqizimin e vajzave dhe grave. Pasi fuqizimi i vajzave dhe grave është një aspekt shumë i rëndësishëm si në rritjen e barazisë gjinore, po ashtu edhe të përparimit social. Ne akademikët e kemi më të vështirë kur na thonë që duhet flisni pak se sa kur duhet mbajmë fjalime me orë gjata, kështu do përpiqem të jem shumë korrekte në pjesën e orarit. Atëherë, për sa i përket pjesëmarrjes së grave në politikë, është një element shumë i rëndësishëm, le të themi, pasi të gjitha politikat që duhet të ndërmeren, duhet jenë gjithëpërfshirëse dhe duhet t'i adresojnë të gjitha target grupeve. Unë dhe paraardhës të mi, le themi që ndryshimi fillon që nga arsimi dhe përfshirja e tyre në politikë. Pse? I referojmë gjithmonë shprehjes që kush edukon një vajzë, edukon një brez. Prandaj dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Shpesh herë gratë në ditët e sotshme hasen, le të themi, me stereotipe tradicionale në përfshirjen e tyre në politikë, pasi shpesh herë njihet si territor, le të themi, i udhëhequr nga meshkujt. Por unë jam e bindur që gratë janë pa shumë të zonja, të përgatitura dhe dashamirëse, ndoshta edhe më shumë se sa burrat. Dua të fokusohem te pjesa e programit elektoral të Partisë Demokratike, duke qenë se ka në fokus familjen. Dhe pas çdo familje të fortë qëndron një grua. Për këtë ne si ekip që kemi punuar në programin ekonomik kryesisht të Partisë Demokratike, kemi pasur në fokus, le të themi, të gjitha ato nevoja të domosdoshme që kanë gratë sot. Dhe le të themi, duke qenë se jam këtu prezente si akademike, si nën dhe si sipërmarrëse, mendoj që kam pasur mundësinë, le të themi, unë dhe kolegët e mi që t'i shohim në një këndvështrim 360 gradë. Prandaj kemi vënë në fokus, le të themi, që në programin tonë t'japim shumë prioritet trajnimit të grave sipërmarrëse që kanë, le të themi, për t'i zhvilluar dhe për të investuar. Por jo, nuk mjafton vetëm trajnimi, është shumë e rëndësishme edhe mbështetja me stimuj fiskal, sidomos për ato vajza të cilat duhet të bëhen nëna, sepse në ditët e sotshme, edhe më këtë dhe si nën, është vërtet shumë e vështirë, le të themi, që të jesh femër, të jesh grua në karrierë, të jesh nën dhe gjithashtu të japësh një kontribut, le të themi, për shoqëri. Mjafton kjo që ne të shohim, le të themi, çmimet e produkteve dhe t'i krahasojmë për fëmijët nga në shtetet europiane dhe në Shqipëri. Në Shqipëri çdo gjë kemi dy fish. Unë kam studiuar, gjithashtu dhe kam punuar dhe pedagoge në Itali dhe them me bindje të plotë, le të themi që nga të ardhurat që unë kisha atje, shpenzimi për konsum më merrte diku te 25%, këtu më merr 60%. Jo sepse këtu bën një jetë më të mirë, le të themi se sa atje, por sepse për fat keq, le të themi, dhe ndonjëherë pyes veten, si ja bëjnë ato nëna të cilat, le të themi, janë me paga minimale. Si arrin ta mbyllin ditën, si arrin ta mbyllin muajin dhe si arrin, sepse me një pagë minimale e them me plot bindje që nuk arrin dot të blesh dhe bebelina dhe qumësht. Dhe kush është nën, le të themi, e di shumë mirë këtë gjë. Prandaj kemi vendosur, le të themi, dhe kemi parashikuar që të gjitha nënat të kenë një lejë të plot për 365 ditë, të kenë gjithashtu stimuj fiskal, duke përjashtuar nga datimi mbi të ardhurat të gjitha nënat që kanë mbi 3 fëmijë. Gjithashtu është parashikuar dhe krijimi i Ministrisë së Mirëqenies, e cila do të ketë në fokus, le të themi, politikat familjare dhe mbi të gjitha t'i kthejmë Shqipërisë shqiptarët dhe mbi të gjitha të promovojmë edhe lindshmërinë që duke nga një anë shpopullimin dhe nga ana tjetër, le të themi, rënja e lindshmërive, fatkeqësisht Shqipëria rrezikon të na mbetet pa shqiptar. Faleminderit të gjithëve dhe faleminderit Fatmir. Po i marr sipas radhës së kërkesave që më kanë ardhur, kam ende një listë shumë të gjatë. Ju lutem që të flasin të gjitha zonja dhe doktori Norini ka një aktivitet tjetër.
Të lutem kaloja Joridës dhe pastaj do e vazhdojmë me forcë deri në fund. Jorid, të lutem shkurt. Përshëndetje, doktor, koleges, të pari njerë, dua t'i falenderoj të gjitha zonjat që janë këtu në salë. Sot e nisa ditën me një shprehje të një demokrati që më çoi një urim dhe tha, gratë janë si toka, tha i mbajnë gjitha. Dhe unë dua t'i falenderoj të gjitha gratë demokrate, se ndoshta ne kemi qenë në krye të shumë betejave, po çdo derë e kanë trokitur gratë, çdo betejë e kanë bërë gratë, dhe në fushat Partinë Demokratike janë gratë. Së dyti, edhe Besarti e përmendi pak në lidhje me probleme dhe me çështje ekonomike. Sot problemi kryesor që kanë gratë dhe zonjat në sektorin privat është hapësira e pagave. 350 milionë euro i mungojnë sot GDP-s Shqipërisë, i mungojnë sot ekonomisë shqiptare vetëm sepse pagat e grave dhe zonjave janë më të ulta se të zotrinjve. Dhe së treti një çështje për arsimin që të respektoj kohën që tha Albana. Për gratë që punojnë dhe me thënë drejtën për mua kanë ndryshuar pak prioritetet që janë bërë nën, i shoh gjërat me sy ndryshe. Për gratë që punojnë dhe që kanë fëmijët në për shkolla, ushqimi në shkolla dhe shkollat 8 orëshe. Sot 20% e familjeve shqiptare kanë probleme të keq ushqimit. Dhe kjo është një dhënë nga FAO, ndërkohë që Banka Botërore thotë që 44% e familjeve shqiptare marrin më pak se $6 në ditë. Dhe kjo është bërë në mënyrë absolute, mënyra kryesore se si mundet jo vetëm të rigjallërohet shkolla, po edhe të përmirësohet kurrikula duke pas parasysh rezultatet e tmerrshme, shumë të dobta që ka pas Shqipëria në PISA. Ka shumë element tjerë, po Zana i përmendi shumë mirë, Klea, përsa i përket ekonomisë, ka shumë element tjerë të cilët gjykoj që duhet jenë pjesë edhe e platformës Partisë Demokratike, po dua ta mbyll duke thënë që gratë e Partisë Demokratike me thënë të drejtën, sigurisht që kuotat i kanë ndihmuar, po ja kanë dalë vetë. Kanë qenë të zonja vetë. 3 gra kryetare komisioni, Partia Demokratike i ka vetë atje me forcën dhe meritën e vetë, 2 gra kryetare komisioni i hetimor, prap zonja e të tjera kudo, të cilat kanë shkëlqyer duke punuar ndonjëherë më shumë se burrat, ashtu siç janë dhe zonjat në këtë sallë. Faleminderit. Faleminderit Jorid. Senada është inxhinierja parë e aviacionit, është nga Shkodra, kandidatën primare 2 minuta Senat. 2 minuta, patjetër. Të nderuara gra, ju uroj si fillim gëzuar 8 marsin. Faleminderit shumë Albana që na mblodhe këtu dhe na dhe mundësinë që të gjithë të jepni edhe ato idetë tona se si mund të rrisim dhe fuqizojmë rolin e gruas në Shqipëri, po e nis me një pyetje që ishte drejtuar kancelare gjermane Angela Merkel, ku ishte pyetur se si kancelare ishte më vështirë që ishte nga Gjermania lindore apo që ishte një kancelare grua. Përgjigja dihet, ishte që ishte një kancelare grua. Pyetja që më bëhet mua edhe nga pedagogjia është se si ka mundësi që vajzat janë ekselente derisa mbarojnë universitetin, por pastaj karriera e tyre disi bie. Mund të them se më pas shoqëria e vendos atyre disa barra që jo domosdoshmërisht janë të tyre, siç është për shembull kujdesi për shtëpinë, kujdesi për pazaret jashtë, kujdesi për fëmijët, edhe në fund vjen edhe karriera. 75% të punëve të papaguar në botë bëhet nga gratë dhe kur flitet për shifrat e punësimit të grave, është vërtet që shifrat janë ato, por fatkeqësisht gratë punojnë vetëm në fund të piramidës, ndërkohë që ne si parti e djallë dhe konservatore synojmë në fuqizimin e rolit të gruas. Duam gra në pozicione drejtuese, gra rektore, gra shkencëtare, gra politikane. Besi të falenderojmë për premtimin që bëre edhe për gra në politik. Prandaj duhet sigurisht edhe studim se në prodhimin e përgjithshëm bruto që realizon Shqipëria, sa përqindje japin, pra kontribut japin gratë. Se vërtet që ka një fuqi shumë të madhe punëtore, po a përkthehet kjo fuqi punëtore edhe në fuqi monetare. Duhet realizuar edhe për një studim se në biznes sa përqindje janë gra, sa përqindje janë gra në biznes, sa përqindje janë gra në udhëheqje dhe e vërtet që gratë përdorin kursimet e tyre për të nisur bizneset. Çfarë facilitetesh na duhen për të krijuar grave mundësinë që ato të kenë grante, si nga qeveria ashtu edhe nga partneritetet private. Do ta mbyllim një shifër tjetër që është akoma më fatkeqe, është 35% e të gjithë njerëzve në shkencë, vetëm 35% e njerëzve në
në shkencë janë vajza, pra vajzat në shkencë janë vetëm 35%. Kjo përqendje ulet edhe më tepër kur vjen puna në aviacion që janë 18 deri në 22%. Për këtë ndoshta besoj që ka shumë edhe rëndësi shoqëria që vajzat i ndëshkon duke thënë që të zgjedhin një deg që është për shtëpi, nuk e din nëse ju thonë shpesh juve një deg të lehtë, një deg familjare, një deg që është për shtëpi, ndoshta edhe kjo i ka penalizuar. Shpresojmë shumë që të jepet mundësia edhe për mentorimin më shumë në gjimnaze dhe në universitetet që ato të zgjedhin më shumë gjërat në shkencë, por edhe mentorime për gratë dhe vajzat. Faleminderit. Fola pak shpejt, nuk do që të merra shumë kohë. Faleminderit Senat. Tani më duhet të ndërpres diskutimet, mbase na premton koha më vonë, po ja kaloj doktorit për të folur për programin e Partisë Demokratike për gratë dhe për vajzat. Së pari është një rast shumë i veçantë për mua të uroj nga zemra vajzat, gratë, nënat, motrat, demokratet, por dhe të gjitha shqiptaret, kudo që janë sot në këtë ditë që është dita e nderimit tyre. Dita në të cilën është një simbol, por e vërteta është se shoqëria shqiptare dhe shoqëria njerëzore është pafundësisht e detyruar ndaj vajzave dhe grave, ndaj nënave dhe motrave. Sot ne mblidhemi në këtë ditë në një moment kur gruaja shqiptare ndodhet në vitet më të vështira, ndër më të vështirat e saj. Po të kthehemi 30 vite më parë në diktaturë, ju gjenit nënën shqiptare që punonte me treturne, që me zi pregadiste, me zi ushqente dhe vishte fëmijët e tij, fëmijët e saj, në kuptimin e vërtet fjalës robtohej, por kishte edhe në atë kohë gra ministre, antarët byros politike, të cilat mbronin interesat e partisë dhe jo interesat e nënave dhe motrave shqiptare. Sot, po të kthehemi, pas 30 vite, narkodiktaturën, apo diktaturën e bandave, ato të cilat e vuajnë më shumë se të gjithë të tjerët janë nënat, gratë dhe vajzat. Në të gjitha aspektet. Përsëri kemi nënën me rrogë t'ullt ose pension gjyshe, që detyrohet t'i thot djalit, vajzës, mirë rrugë të botës, ndiq fatin tënd, sepse nuk të mbaj dot, sepse nuk të ushqej dot, sepse nuk jetojmë dot më zbashku, nuk kemi të ardhura. Sepse të ardhurat e saj, me të ardhurat e saj është faktuar që 41% e familjeve nuk ushqejnë dot fëmijët në mënyrë të përshtatshme, sepse janë në limitet e varfërisë. Pra, ka një situatë dramatike të nënave dhe grave shqiptare. Ka ministre, ka deputete. Do t'u jap një shembull
Para një viti, qeveria franceze i akordoi qeverisë shqiptare 60 milion euro të destinuara për ndihmën e grave. Dhe ç'është e vërteta, unë e vlerësova. Po pse ku shkuan ato? Ato u futën në buxhet për t'u vjedhur. 60 milion euro nuk ishin pak. Se me 60 milion euro mund të zbusje kredit e mira grave në biznes. Me 60 milion euro mund të mbështesje mira start-upe të tyre. Mund nërmirje pra, ishte plus që ligji e kërkon se në ato 60 milion euro të ofruara ndihmë bujare, do të fushë dhe ti një fond. Do të fushë dhe ti një përqindje për të treguar, por aty ky fond kaloi i tëri, u trupzuan buxhet dhe humbi krejtësisht destinacionin e tij. Pse u ndala këtu? U ndala këtu tek shëmbëltyra. Edhe atër kishte antare byroje politike, edhe atër kishte organizat gruaje, edhe sot ka disa ministre, por problemi është se nuk i ndigjon njëherë të flasin për problematikat e mëdha të nënave, motrave, grave, vajzave, për punësim në tyre, për lehtësit, për biznesin e tyre, për lehtësit që meritojnë. Faktikisht, po të vini re fjalorin e përditshëm, janë të përjashtuara. Nuk flitet për gratë, sikur nuk ekzistojnë. Ndërkohë, ato janë absolutisht më të dhunuarat, ndofta në të gjithë Europën, dhuna ndaj tyre është rritur me 50% dhe më shumë, dhe në fakt po të marrë shifrat, po të raportosh shifrave ekzistuese të sotme të popullatës, është rritur me 100%, e të gjitha formave, përsëri për to nuk flitet. Nuk është e rastit. Kryeministri Edi Rama është kryeministri më mizogen që ka patur Shqipëria ndonjëherë dhe që ka njohur Europa. Ato shpërthime që pat ju pa që i ra Tovolinës, ato janë të zakonshme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Janë të zakonshme në ditën e tij të punës. Ndaj edhe ai nuk thot dot një fjalë të vetme në mbrojtje, në mbështetje të grave dhe vajzave. Nuk ka një projekt të vetëm. Nuk mund të tregoj kjo qeveri një projekt të vetëm, në cilin ajo lufton për suksesin e tyre. Çështja themelore vetë kuptohet, është muri patriarkisë. Muri patriarkisë është një mur shekullor, dhe e them dhe përsëris gjithnjë, është dhunuesi kryesor i lirive dhe drejtave të njeriut në shoqërinë njerëzore. Në Shqipëri, po kudo në botë. Ndaj dhe beteja kundër këtij muri është parazgjithash betejë për emancipimin shoqëror dhe njerëzor. Ky mur ka konsoliduar pa barazi të mëdha
Unë ju them ju, në vitin 2005, kur ne përllogaritëm rrogën e punojësve burra dhe të punojësve gra, rezultonte se gratë kishin rrogën 36% më të ulët se burra. 36%. Sigurisht që bëm ndërhyrje shumë të vendosura, dyfishimi rrogave në sektor, edhe mbi dyfishim sektor që dominoshë nga gratë, dhe kjo zbriti afërsisht në nivelin e vendeve të Bashkimit Evropian. Zbriti në 17.8, Bashkimi Evropian e kishte 17.3, sot do ta ketë më të ulët. Ka vende në Bashkimin Evropian që edhe në atë kohë kishin mjaft më të ulët, se mesatarja, unë dhash një shembull. Ndaj dhe jam sot këtu para jush për t'u garantuar se betejë jonë do t'jetë e vendosur së pari kundër murit patriarkisë. Kundër çdo forme diskriminimi. Fatmina theksoi një moment shumë interesant. Gjatë të gjitha ata të cilët kanë dhënë mësim, kanë patur një raport absolutisht në 10 studenta apo nxënës, 8 kanë qenë vajzat më të shkëlqyera, 2-3 kanë qenë djemë. Çfarë është kjo? Kjo është e përsi e pa diskutueshme intelektuale e vajzave. Në dekada, testet e inteligjencës dilnin eprore tek burrat. Po ka një 2 dekada që ato dalin qartësisht eprore tek vajzat. Pse? Testi i Flintit dhe testet tjera. Pse? Sepse tani kampionet e studimit janë në shkollim të barabartë. Janë vajza dhe djem të shkolluar. Dhe këto teste faktojnë se vajzat kanë treguesit intelektual e pror ndaj bashkëmoshatarëve të tyre djem. Pse theksova këtë moment? E theksova në këtë moment sepse çështja e qëndrimit ndaj rolit të vajzave dhe grave nuk është vetëm pra një çështje thelbësore e emancipimit shoqëror, por është dhe një çështje potencialeve të jashtëzakonshme që gratë dhe vajzat mbartin vetvete, të cilat duhet të shfrytëzohen në interesin më të mirë të tyre dhe të shoqërisë. Çdo grua, çdo vajzë, çdo organizat e mbështetjes të drejtave të rolit grave duhet marrë një gjë parasysh, që ato gratë dhe vajzat s'duhet dorëzohen kurrë karrierën e tyre. Ato duhet i qëndrojnë me sakrifica, sepse sakrificat i kanë të mëdha. Por nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa të qëndrojnë të pamposhtura në mbrojtje të karrierës tyre dhe të ndjekin karrierën e tyre. Studimet
më të besueshme kanë treguar se rruga e ndjekjes e mundimshme e ndjekjes karrierës është garancia më e madhe e suksesit tyre. Partia Demokratike është e vetëdijshme për këto potencialet jashtëzakonshme që ekzistojnë tek vajzat dhe gratë. Dhe unë ju garantoj se do bëj gjithçka për të gjitha hapësirat në të gjitha fushat. Ku jemi ne sot si komb? Sot si komb kulmet tona janë të gratë dhe vajzat. Shikoni çfarë se ku e ngritën këngën dhe zërin qikat e Kosovës, po jo vetëm të Kosovës, po edhe të Shqipërisë. Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha, Ava Max. Pra, shiko çfarë, Ermonela Jaho. Pritë, shkenca jo. Kurse në Olimpin e teknologjisë, në Olimpin e teknologjisë sot është Mira Murati. Por është dhe një tjetër, më e prorja, është Nën Tereza, e cila me dhuntit e vajzës shqiptare arriti të meritoj titullin më madhështor nën e të gjithë njerëzimit. Pra, unë jam sot këtu për të zotuar para jush se programi i Partisë Demokratike do të synojë së pari të ndërhyjë me urgjencë në varfrin ekstreme me të cilët përballen sot qindra mijëra gra shqiptare. Pakete e dhimbshurisë që quajmë ne do të japi fund varfrisë ekstreme. Do bëjmë gjithçka që paga minimale, e cila në tërësi është më e zakonshme tek gratë sa tek burrat për shkak të disa sektorëve, të jetë reale dhe të mos guxojë njeri të veprojë siç u tha këtu që i marrin disa edhe i kthejnë prap. Do bëjmë gjithçka që nënat me fëmijë të kenë pagesat për fëmijë, që nëna me fëmijën e tretë do t'i paguhet nga linja gjerë 23 vjet tërësisht nga shteti fëmija i tretë. Do bëjmë gjithçka për suksesin e biznesit tyre. Me kredi, me grante, me diferencim në taksa dhe të gjitha këto janë jo vetëm interesi më i mirë i tyre, por suksesi i çdo nëne, i çdo motre, i çdo vajze, është sukses i të gjithë shqiptarëve. Sot unë kam një falënderim të veçantë për të gjitha gratë dhe vajzat të cilat këto 3 vite, jo vetëm këto 3 vite, në fakt edhe në 34 vite, në korat më të vështira, kanë qenë absolutisht pjesa më vitale, më qëndrueshme e Partisë Demokratike. Çka është dëshmi
e moralit tyre të lartë, e besnikrisë tyre ndaj vlerave dhe idealeve më fisnike të njeriut. Unë gjithashtu duhet të përshëndes të gjitha zonjat, zonjushet, që morën pjesë në primaret e Partisë Demokratike dhe t'i garantoj se do bëjmë gjithë shka, ndonësa ato vetë i të i kaluan kotat me përqindjet që morën, por ne do bëjmë gjithë shka që ato të harrohen ato kota, se prania e tyre në të gjitha institucionet e Partisë Demokratike dhe institucionet e qeverisë së saj është e domosdoshme, është jetike. Së fundi, ne jemi Parti Konservatore. Për ne, familja dhe vlerat e saj janë vlerë themelore e shoqërisë. Familja si e tillë njohu këto vite agresionin më të madh në kohëra ndofta. Dhe ky agresion erdhi nga ideologjia marksiste dhe post-marksiste, me të cilën filloi një përpjekje e madhe për të shpërbërë familjen, për të emërtuar prindrit 1 dhe 2, për të ndërhyrë në gjininë njerëzore. Fatmirësisht, ndjehemi krenar se ne qëndruam për këto vlera. Ne i refuzuam ato dhe nuk rreshtëm së mbrojturi familjen dhe vlerat familjare. Ne refuzuam çdo nisëm të kësaj mazhorance, e cila sillte në parlament ligje antifamiljare. Por fakti që me 20 janar u inaugurua në Shtëpinë e Bardhë Donald Trump dhe shpalli këto praktika dhe këta individ si armiq të rrezikshëm të Shteteve të Bashkuara, ishte një zhvillim pozitiv për mbar njerëzimin. Ne kemi një betejë të madhe përpara. Tani, Shqipërinë madhështore mund ta krahasojmë me shumë projekte, po gjë më madhështore ka mbyllur se sa nëna nuk ka patur. Kështu që duhet të jetë pikërisht ky moment, ky fakt, frymëzimi ynë më i madh për t'i rikthyer nën shqiptare të gjithë madhështinë e saj. Kombi shqiptar, më shumë se kujdo tjetër, se çdo gjë e tjetër, i detyron ekzistencën e tij nënës shqiptare. Dhe kam bindje që në projektin Shqipëria madhështore, gratë dhe vajzat, nënat dhe motrat, do të luajnë rolin e tyre kryesor. E mbyll këtë duke i uruar ditëlindjen mikesh ton, Meliato të dashur Melias, e cila është një mike e pandar e Partisë Demokratike, një adhetare e flakt, një mike e pandar e Partisë Demokratike në çdo kohë, në çdo situatë, dhe një themeluese, bashkëthemeluese e lidhjes demokratike të Kosovës me presidentin Rugova, bashkëpunëtore e ngushtë e tij. 120 vjeç.
Faleminderit shumë doktor. Atëherë duke bërë njoftimin e fundit ndjes të gjitha zonjave që nuk mund t'ja u jap fjalën sot, por ne kjo është vetëm takimi i parë. Në fund të marsit kemi ftuar bordin ekzekutiv të IPP Women që do na nderoj me ardhjen e tyre dhe do të shkëmbejmë eksperiencat e tyre me eksperiencat e zonjave grave shqiptare dhe doktor sigurojmë që Shqipërinë madhështore do ta bëjnë gratë dhe vajzat. Faleminderit, doktori duhet iki, kështu që nuk ju takon dot. Mirupafshim dhe gëzuar.